PUBG Mobile po hym fuqishëm 2026. 2026 jo veç një update i zakonshëm, po një strukturë tre konkurruese që po i ndryshon rregullat e lojës. Edhe jo vetëm casual players, po edhe ranked pros edhe e-sports community gjithashtu. Me updatein 4.2 i publikuar me 2 janar 2026, PUBG Mobile i prezantoi dy sisteme të reja që premtojnë të bëjnë rankimin edhe progresin ma sfidues, po edhe ma shpërblys me Season Series edhe Promotion Match. E para, Season Series, një progres që zgot ma shumë. Season Series është një sistem 6 mujor i ndom 3 sezone që i jep lojtarëve një qëllim afatgjat për mu ngrit ma nalt në rank edhe për me fitu ma shumë rewarda ekskluzive. Nga medalje in game që evoluojnë në bazat performancës e deri te kozmetikat unike si parashuta, outfit sets, hoverboards edhe shumë sene tjera që alo nuk i dim. Kjo ka minimu shumë PUBG Mobile mi mbajt gamerat aktiv gjatë gjithë vitit. E dyta, Promotion Match, sfida për high ranks. Promotion Match është një ndryshim i madh për lojtarët e rankut Ace e ma nalt. Këto lojtarët me rank më të nalt do të ndjekin sistemet e reja me Promotion Challenges, ku vetëm skilli individual edhe vendimet strategjike e vendosin sa e ka lënë rankun më të madh ajo. Si shpërblime çka kanë me pas, Glory Badges, High Tier Icons, MVP Emotes e shumë kozmetika tjera që kanë mi lancu shumë shpejt. E kjo dhe tëtë që rankimi nuk është më thjesht për points për wins, tash ka me pas challenge modes, reward sets edhe objektiva që kanë me të mojt të angazhum edhe pse i ki 1000 plusor. Për ma tepër, kjo strategji është pjesë e një roadmap i sportiv për 2026, ku PUBG Mobile synon t'i jap ma shumë kuptim edhe strukturë progresit për lojtarë kompetitiv edhe për pro teams, duke e lidh gameplay në casual me ato të projave. Pra, me Season Series edhe Promotion Match në PUBG Mobile 4.2, lojtari i rangut të lartë ka me pas shumë ma shumë për me fitu, për me demonstru skillin, edhe për me marrë cosmetics unike që tregojnë që jep për një map pro. E pyetja për juve është, a ka me pas PUBG Mobile një turnament me miliona, apo jo? Mos harroni me bo koment, mos harroni me bo follow banë në fan këtë platformat, po ashtu edhe subscribe në YouTube.